A është shtëpia vendi më i rrezikshëm për gratë? Sipas një hulumtimi të organizatës The United Nations Office për vitin 2024, rreth 50.000 gra dhe vajza janë raportuar të vrara nga bashkëpartnerët e tyre ose nga ndonjë antar i afërt i familjes së tyre. Janë këto shifra goxha të larta, të cilat të përkthyera në akte dytore rezultojnë që rreth 137 gra në mbar globin po vriten brenda ditës. Niveli më i lartë i feminicidit është regjistruar natyrisht në Afrikë me 2.9 raste për 100.000 gra, pasuar më pas nga Amerika me 1.6, Azia me 0.8 dhe në fund Evropa me 0.6 raste për 100.000 gra. Faktorët që çojnë në feminicid sipas ekspertëve janë dhuna në familje, pabarazia gjinore, pavarësia ekonomike dhe në fund, por jo më pak e rëndësishme, mos intervenimi e organeve kompetente gjatë raportimit të rasteve të këtilla. Në Maqedoninë e Veriut në 2 vitet e fundit janë raportuar rreth 20 raste të feminicidit, ndërkohë që mbi 1.000 të tjera janë raportuar si raste të dhunës në familje, të cilat kanë të bëjnë kryesisht me dhunën ndaj grave. Dhe për këtë arsye, sot në Shkup, organizatat për mbrojtjen e drejtave të grave kanë organizuar një marsh protestues, ku ndër të tjera kërkuan mbrojtje më të madhe institucionale për gratë. Me këtë rast, gëzuar të gjitha nënave, grave, motrave dhe vajzave tona, 8 marsin, ditën ndërkombëtare të gruas.